90% e shqiptarëve janë me PD, thot. Por në fund fiton PS. Si ka mundësi? Nuk e besoj këtë. Nuk mendoj kështu si ti o Gold. Nuk besoj që 90% e shqiptarëve janë me PD-n. Ashtu siç nuk besoj që 90% e shqiptarëve janë me PS-n. Unë mendoj se shumica e shqiptarëve, nuk po them 90%, janë popull i vuajtur, popull i varfër, popull që ka shumë probleme, shumë halle, dhe kam përshtypjen që besimi tek politika çdo vit sa vjen edhe venitet. Dhe këtë po e tregon çdo palë zgjedhje, sepse tani ne votojmë sepse s'kemi çfarë të bëjmë tjetër, do votojmë njëra nga këto dyja ose njëra nga këto 10-ta, çon si ka. Por besimi tek politika, besimi se hallet do t'i zgjidhi politika, është pothuajse zero tek shqiptarët, tek 90% e shqiptarëve. E dim shumë mirë që s'na i zgjidhin hallet ata. Kështu që kjo po, a janë demokrat apo janë socialist, nuk di me ta thonë. Besoj që e ke gabim.